Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Lëvizja që ka ndërmarrë Ervin Saliani, antari i kryesisë së Partisë Demokratike, është ajo që po shkakton një lloj tërmeti në këtë parti dhe jo vetëm në këtë parti. Por çfarë synon Ervin Saliani dhe cilat janë ato synimet që ai, objeksionet që ai ka vendosur për të arritur me këtë lëvizje që për hir të vërtetës ka patur jo pak mbështetës. Unë kam në një lidhje me video call zotin Saliani që për hir të vërtetës duhet të thënë që jemi në kushte jo shumë të përshtatshme për shkak edhe të impenjimeve të tij të shumta dhe lëvizjes në elektoratin e tij. Jemi gati me zotin Saliani sigurisht një fushat elektorale dhe duhet na mirëkuptoni për këtë pjesë teknike të tij. Zoti Saliani, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit. Pavarësisht se ju thash që jam në kushte të vështira teknike për shkak se jam makinë për shkak të takimeve me. E vlerësoj këtë zoti Saliani edhe pse më duket vetja kështu si gazetar në vitin 97 kur bënim ca biseda, por nuk i shfaqnim ato, ne i kemi pa shfaqur. Ndërsa këtë po e transmetojmë siç është. E rëndësishme është besoj fjala, jo ana vizuale në këtë rast. Kjo vlen më shumë. Zoti Saliani, ju keni ndërmarrë një lëvizje që unë e thash edhe në fillim që me të vërtetë ka tronditur Partinë Demokratike, por problemi është çfarë synoni ju me këtë lëvizje? Dua që të jeni më konkret dhe më të qartë për publikun që na ndjek. Unë nuk besoj që ka asnjë paqartësi në raport as publiku dhe as demokratët që unë synoj atë që them. Unë nuk synoj asgjë tjetër përveç se asaj që them. Unë nuk synoj asnjë karrige, por pa diskutim që kjo lëvizje rrezikon disa karrige dhe disa njerëz të cilët janë mësuar të marrin gjërat çyl. Unë synoj zgjimin e Partisë Demokratike që ka ndodhur kjo. Pra Partia Demokratike sot është vlon nga debati, ka takime gjithandej, po mblidhen strukturat e Partisë Demokratike, të mërkur 7 muaj mbas zgjedhjeve mblidhet Këshilli Kombëtar për shkak të kësaj lëvizje. Në datën 2 dhjetor, disa ditë pasi ne nisëm takime, doli udhëzimi për të bërë analizën e zgjedhjeve të 11 majit, ka debat për Partinë Demokratike dhe rreth Partisë Demokratike, ka vëmendje të shtuar ndaj Partisë Demokratike, ka takime me demokratët cilët ishin neglizhuar deri në këto momente nga drejtuesit e Partisë Demokratike dhe ka një energji të jashtëzakonshme në sallat ku unë po zhvilloj takimet dhe besoj që kjo është e dukshme edhe në zona në cilat nuk shquhen për po themi mbështetje masive të Partisë Demokratike, siç ishte Gjirokastra për shembull, apo ja. Po, pa diskutim që kishte pjesëmarrje, po aksioni juaj politik nuk filloi kaq dhe mbaroi. Pse mendoni ju se do fitoni kur historia në Partinë Demokratike ka treguar që figura të rëndësishme të saj me potencial politik dhe intelektual si zoti Eritan Ceka, Gramos Pashko dhe deri te Genzpollo, mbas aksioneve të tyre politike janë shuar jo vetëm si lëvizje, po edhe ata kanë dalë nga politika. Unë nuk kam qëllim tjetër përveç se të përmirësohet Partia Demokratike dhe Shqipëria të ketë një opozitë dinjitoze e cila është e gatshme për të riskuar, por edhe për të qenë alternativë qeverisë dhe për të rrëzuar Edi Ramën. Më vjen mirë që sot Partia Demokratike, mbasi unë kam kërkuar që nga shtatori, që në mbledhjen e parë të kryesisë, ka njoftuar protestë kombëtare dhe ka ardhur tek mendimi im që duhet një protestë dhe revolt për shkak të korrupsionit të qeverisë. Nga ana tjetër, ka një diferencë të dukshme në raport me të gjithë emrat të nderuar që ju i përmendët. Unë nuk kam pasur asnjë ditë pushtet, unë nuk kam qenë asnjë ditë në asnjë funksion qeverisës. Pashko nuk ishte pushtet. Unë sot nuk kam, ka qenë themeluesi i Partisë Demokratike, ka pasur pushtet real, ka pasur njerëz që i ka pasur në qeveri të afërt, se nuk kam respekt të jashtëzakonshëm për figurën e tij, por nga ana tjetër unë po bëj takime për të përmirësuar Partinë Demokratike dhe sallat janë plot, pra duket që kam një mbështetje masive dhe nuk mund të krahasojmë periudha kohore kur Partia Demokratike ishte në pushtet me periudha kohore kur Partia Demokratike është në ditët më të këqija të saj. Nuk mund të krahasojmë periudha ku deputetët zgjidheshin nga qytetarët me periudha ku lista e Partisë Demokratike ka problemet e veta, ku më të votuarit kanë mbetur jashtë, kështu që ka shumë diferenca të dukshme në raport me çdo lloj lëvizje tjetër brenda Partisë Demokratike për ta përmirësuar Partinë Demokratike. Dhe nga ana tjetër, unë nuk kam një qëllim konkret për një funksion, kam qëllim konkret për të përmirësuar Partinë Demokratike dhe këto po ndodhin. Kështu që kjo është që në këto momente kjo lëvizje ka arritur fitoret e veta të para dhe besoj që do t'ja dalë deri në fund që të kemi një parti të ri për të rirë, me më shumë energji, me më shumë potencë, që t'i bashkojë demokratët që janë të pakënaqur dhe pa diskutim pastaj të bëj hapje drejt figurave të rëndësishme të shoqërisë. Dhe kjo ka për ndodhur dhe këtë u them me bindje.
Ju tha që kjo ka përndodhur, ju them me bindje. Unë këm ngulte kjo, e keni menduar ndonjëherë që klanet në Partinë Demokratike dhe mënyra se si funksionon Partia Demokratike mundet që ta zhvlesoj gjithë këtë impenjim tuaj dhe ju të dilni nga politika? Se ju jeni as deputet. Unë të gjithë mbështetjen siç e shikoni dhe siç e dini dhe siç po duket e kam për shkak të emrit tim dhe të angazhimit tim. Unë nuk kam në një funksion zyrtar apo në një lloj pushteti që të indikoj njerëzit që të vinë në takime. Njerëzit vinë sepse besojnë tek unë, vetëm pushtet që kam unë është kontakti me qytetarët dhe mbështetja e qytetarëve. Këtë e kam treguar dhe kështu kam ardhur në politik dhe kështu kam qëndruar dhe deputet vitin 2021. Në çdo moment do kam qenë fitues përballë Edi Ramës në zonat ku jam ngarkuar nga Partia Demokratike dhe nuk ka klan që ndalon dot mbështetjen masive të demokratëve dhe mesazhon edhe të shoqërisë edhe të gjithë qytetarëve për një përmirësim të Partisë Demokratike, për një ripërtëritje të Partisë Demokratike, për një reformim të qartë të Partisë Demokratike. I kujt është faji që Partia Demokratike ndodhet në këtë situatë? Këtë besoj do ta nxjerrin takimet, do ta nxjerrin analiza dhe do të diskutojmë. Unë dua që të leqet të dalin nga qytetarët. Qëndrimin tim do ta them në një fazë të dytë. Pra në këto momente unë jam në një fazë ku po nxjerr në pas shqetësimet, po bëj një diferencë mes gjuhës, po themit, dhe narrativës që ka Partia Demokratike zyrtarisht me një narrativ tjetër që unë them që Edi Rama mundet nëse kemi ekip të mirë. Unë them që ne nuk mund të demotivojmë njerëzit duke thënë gjithkohon që Edi Rama është i pamposhtur, është kështu, është ashtu, dhe në fund nuk ka rëndësi faji, ka rëndësi përmirësimi, dhe nëse vjen përmirësimi, atëherë fajet po i lëm të mbeten jetim. Apo ha bar Partia Demokratike? Shka Partia Demokratike është në vështirësi për shkak të përballjes me një regjim autokratik, po kjo nuk duhet ta bëjë Partinë Demokratike që të deprimohet edhe të mos ketë mundësi për të reaguar edhe për të përmirësuar dhe për të vetë përmirësuar edhe për të tentuar me çdo lloj forme largimin e Edi Ramës. Kështu që pa diskutim që në të kuptim marrëdhëniet e Partisë Demokratike me aleatët strategjike janë më të mira dhe e kuptoj ku e keni pyetje nëse e keni këtu përgjigje. Jo, unë s'kuptova asgjë me thënë drejtën, po edhe njëre përsëris. Apo ha bar Partia Demokratike, do të thënë, Partia Demokratike s'ka si marrëdhënie me faktorin ndërkombëtar dhe diplomatik, zoti Saliani. Partia Demokratike ka marrëdhënie, eksponentët e Partisë Demokratike. Unë s'di gjë. Kanë marrëdhënie me Na e provo. Ndërkombëtar me të gjithë, kështu që besoj që është i pazëvendësueshëm roli i Shteteve të Bashkuara dhe i aleatëve perëndimor në raportet me Partinë Demokratike, po dhe me Shqipërinë. Këtu zoti Saliani më bëre një bisht. Tani, nëse ju do bëni një aksion politike dhe i bëri bisht pyetjes më të rëndësishme që Partia Demokratike për marrëdhënie me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht atë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, më fal pasaj. SBA-ja po nuk thash, nuk e veçova, vura të para, Shtetet e Bashkuara i vendosa të parat. Po jo, ma provo mua që Partia Demokratike ka marrëdhënie me SBA-n, ju keni një kryetar që është në grata, ju s'keni marrëdhënie fare zyrtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ju keni parë që të gjithë që një pjesë e rëndësishme e funksionarëve të Partisë Demokratike kanë marrëdhënie zyrtare me Shtetet e Bashkuara, me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara. E keni fjalën për zotin Bardhi? E kam fjalën për shumë eksponentë të cilët kanë kontakte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me përfaqësuesit zyrtarë të tyre. Tani duket sikur zoti Saliani ju po bëni një betejë nominale jo me atë që prisnin një pjesë e madhe e opinionit, pra me zotin Berisha. Unë futem të ata gazetarë që vlerësoj kontributin e zotit Berisha dhe ai ka i bilanc jo vetëm personal, po edhe politik me Partinë Demokratike në drejtimin e saj shumë të mirë. Mirë po, në këtë periudhë duket që zoti Berisha nuk ka atë fuqinë që ka pasur. Tani, pse ju po e bëni me flamur nokën betejën? Se vetëm atë keni përmend, aty keni kërkuar dorëheqjen. Pse ju nuk keni kërkuar dorëheqjen zotit Berisha? Nuk kam një betejë nominale, unë kam një betejë parimesh dhe kam folur dhe diskutuar për parime. Dhe si që u thash edhe pak më përpara, kam diskutuar se si të vendosen disa rregulla dhe një sistem për promovimin e karrierës në Partinë Demokratike, për ndryshimin e gjuhës politike, për rikthimin e meritokracisë dhe kështu me radhë. Pra nuk kam një betejë nominale dhe do të kem një dokument pas takimeve ku do të propozoj të gjithë qëndrimet tona dhe të demokratëve
në raport me çfarë duhet përmirësojnë Partinë Atë Demokratike. pse kërkove dorën që në Flamunokës? Unë jam në këtë fazë. Unë kam kërkuar këtë gjë që të mbahet përgjegjësi për turpin, po e quaj kështu, të gabimit strategjik të Partisë Demokratike, që nuk vendos strategjikisht dhe këtu drejtuesit ta gjejnë vetë se kush e ka përgjegjësinë, që nuk dalin me një kandidat, po japin mundësi Edi Ramës dhe japin mundësi publikut që të duket sikur ka një po themi pazar për zgjedhjen e avokatit popullit. Ndërkohë që për t'ju përgjigjur edhe një pyetje që besoj ju e keni siç e ka publiku, personalisht unë nuk kam pasur përtej unë jam mësuar me dëshmitar të rrem, unë nuk kam pasur asnjë dorë, unë nuk jam deputet, unë nuk kam mundësi që të firmos dhe ka qenë gabim strategjik i Partisë Demokratike për zgjedhja e më shumë se një emri. Këtë kam kërkuar, ashtu siç është gabim i pafalshëm që Partia Demokratike pasi ka thënë që do të mbështesim kandidaturë zyrtare, po themi Besim Ndrexhonin, që duhet vlerësuar për shkak se vjen nga streset për ndjekurve politik, apo Adriana Kalan, apo Skënderin, apo cilin do, po, apo edhe Tartarin, të jap firmat për thuajse 15 kandidat. Kështu që ky ka qenë qëndrimi im, gabimi dhe paqartësia strategjike. Pra paqartësia strategjike nuk ka emër. Pastaj çka kam diskutuar në mbledhje, i mbeten mbledhjes. Paqartësia strategjike e Partisë Demokratike është e qartë. Dhe nëse doni po ju them edhe diçka tjetër, që nuk ka të bëjë fare pastaj për ta qartësuar që nuk ka të bëjë me mua, janë votuar para 2 javësh disa emra në mënyrë konsensuale nga Partia Demokratike. Çka tregon që kanë pasur biseda apo negociat drejtues Partisë Demokratike me Partinë Socialiste. Shikoni emrat e drejtuesve të institucioneve që janë zgjedhur përpara dhe kuptoni që këtu nuk ka të bëjë fare dhe nuk ka të bëjë fare, po të them, po fare unë jo, po duhet gjetur përgjegjësia aty ku është. Tani përgjegjësia dhe ju s'flisni me emra, ju thoni nuk e kam direkt me Flamunokën, por e kam në përgjegjësi. Për Sali Berishën nuk e thoni, tani nuk ka një problem këtu? Kur të vit diskutimi për të folur, se po të flas për emra, zhvendoset gjithë fokusi nga debati parimor. Unë tani po flas për parimet dhe jemi tek parimet. Nuk më fut dot askush, as ata që i shërbejnë Edi Ramës duke mbajtur në status quo Partinë Demokratike, po duke tentuar të mbajnë në status quo, që të mfusin në çështje e emrash. Do vi momenti që unë të diskutoj dhe të flas hapur për të gjitha, po flas hapur dhe tani po flas për parimet dhe duhet ta mbaj tek parimet. Partia Demokratike nuk duhet të jepte asnjë firmë me Endre Shabanit për shkak se kishte kandidatura të shkëlqyera vet. Kushdo që i ka urdhëruar dhe ju e keni parë se kanë dalë deputet dhe kanë thënë që kemi pasur nga shoku në fjalë këtë, po themi, orientimin për të votuar Endre Shabanin të dalë dhe të mbajë përgjegjësi. Kaq. Zoti Saliani, ka qenë e rëndësishme për ju që u janë bashkuar disa figura të rëndësishme si zoti Ilir Ali Mehmeti apo Aulon Kalaja. A ka figura tjera intelektuale që ju mbështesin, domethënë jo vetëm ato partjake kanë fjalën? Pafund dhe do të shihni. Po jo, na thunë emër tani pafund. Ti aty dole pa emër, në përgjegjësia pa emër, kjo pa emër, ore, ka emër kjo lëvizje? Në takime, sepse po lëvizja ka një emër. Ta bëjmë Partinë Demokratike fituese. Shumë i gjatë. Kemi shpresë për ndryshim. Kaq, Partia Demokratike fituese. Ju jeni duke thënë që ka mbështetje nga intelektual dhe nuk ka ndalë akoma me emër? Unë jam duke thënë që do të shihni takimet që kanë për qenë të jashtëzakonshme dhe që kanë mbështetje të jashtëzakonshme për të përmirësuar Partinë Demokratike dhe që dhe Durrës dhe Gjiro Kastro, okej. Dhe ishte më e madhe se sa ajo që ishte pritshmëria. Po figura. Nuk më takon mua që të them emrat do të shihni në momentin që do të bashkohen për takime. A keni mbështetje ju nga grupi parlamentar, zoti Saliani? Unë nuk kam kërkuar mbështetje nga asnjë strukturë, kam kërkuar mbështetje nga demokratët. Grupi parlamentar, për shkak se ka përfaqësimin e vet dhe ka zërin e vet, është vetë përfaqësues, unë nuk mund të jem përfaqësues i përfaqësuesve. Ata janë në grup parlamentar dhe janë kolegë të nderuar që mbajnë, po themi, përgjegjësitë e veta. Unë po bëhem përfaqësues i shqetësimit të demokratëve për këtë situatë, ashtu siç një pjesë e madhe e deputetëve janë. Zoti Saliani, në prill mbahen zgjedhjet për drejtuesin e ri të Partisë Demokratike, ose zoti Berisha sigurisht do jetë kandidat sepse ai ka thënë që nuk largohet, dhe mund të ketë dhe kandidatë të tjerë. E para, duhet që zoti Berisha të kandidojë sërish për kryetar të Partisë Demokratike? Ky është momenti për diskutuar për parimet, dhe unë po diskutoj për parime. Po për parim po them dhe unë. Unë nuk ky në asnjë emër. Pasi të diskutoj me demokratët dhe të flas, do t'ju jap përgjigje të plota për të gjitha
po themi shqetësimet e dilemat që kemi. Jo, e kam fjalën për parim. Në statut është shkruar që kryetari që u mbet zgjedhjet ikën. Në momentin që do të kem përfunduar takimet dhe do të dëgjoj demokratët, do të kem qëndrime të plota për të gjitha çështjet. Tani po çfarë bëjmë me këtë intervistë që thua ti që kur të vim prilli? Intervistën nuk e kërkova unë, ju e kërkuat dhe unë po ju përgjigjem këtë, kam të përgjigje. Jo, po ju me zor nuk u ka marrë intervistë, me dëshirë ke dhënë po jep intervistë. Patjetër, po përgjigjet e mia janë këto. Ju mund të gjykoni si të doni. Jo, më këpusin shpirtin këto, zoti Saliani. Ti ky s'ka emër, ky në prill do flas atëherë si do fitoni ju kështu me kur keni përballë Sali Berishën. Nuk ka asnjë problem, ne do fitojmë duke bërë Partinë Demokratike parti fituese, ashtu siç e kërkojnë demokratët. Po ju vetë do garoni për kryetarin e Partisë Demokratike apo edhe këtë në prill do ta thoni? Ky nuk është momenti për shfaqur ambicie, unë po ta them ky është një moment për të dëgjuar demokratët dhe për t'u thënë ato parime që unë ju thash, që mendoj që do luftojmë për t'i arritur. Ky nuk është momenti për shfaqur ambicie. Unë mendoj që gjithsecili duhet i tërhequr nga ambicet për të arritur në një përmirësim të Partisë Demokratike dhe në bashkimin e Partisë Demokratike dhe në pas në hapjen e Partisë Demokratike. Në datën 22 do mbahet protesta e madhe, paktën ka lajmëruar zoti Berisha në konferencë për shtyp sot. Ju thati gjë të saktë, se nuk i thatë tëra gabim, jo, keni thënë dhe gjëra të sakta, që falë kësaj lëvizjes tuaj u morën të lëvizi pak Partia Demokratike. Dhe kjo protesta duket ta shiqari që po mbahet pikërisht pse po bëni ju këto lëvizje, për hir të vërtetës. Këtë duhet ta themi. Ju do jeni në protestë? Apo edhe këtë ta thoni ditën e protestës? Patjetër, në çdo protestë që bëhet kundër qeverisë unë do jem. Se më ngrive gjakun. Ervin, po të thoshe, më fal, po të thoshe do ta them datën 22, e di çfarë do thosha unë, u përgatita të thosha Ervin, dështove. Po ta them tani, do të jem protestë dhe në çdo protestë. Kam kërkuar i pari protestën dhe më vjen mirë që Partia Demokratike tani kryesia ka arritur në të njëjtin qendrim që Edi Rama kërkon që të përballet dhe situata kërkon që të përballemi me revoltë fortë për gjithë korrupsionin që ka ngritur në sistem. Pse do ikë Edi Rama? Kështu që do të jem pa diskutim. Pse do ikë Edi Rama, që mblidhen aty 100 veta, janë 22, u mblodhen 5000 veta. Po pastaj? Tani unë nuk po them këtë, unë po them që ne duhet arrijmë të frymëzojmë të mbledhjem siç shiku kryeministrin në Bullgari, që dolin gjithë qytetarët në shesh, apo siç ka ndodhur në Serbi që kryeministri iku, ju e dini. Po mirë, do këto krahasimet me shtete që nuk ngjajnë fare me Shqipërinë nuk shkojnë zoti Saliani, se ju jeni dhe politolog dhe ju e dini ç'do të thënë një protestë në Serbi dhe në Bullgari dhe një protestë në Shqipëri. S'ka lidhje fare. Unë këtë jam duke thënë që ne kemi të domosdoshme që të frymëzojmë njerëzit që protestat jenë masive. A jeni takuar me zotin Berisha këto ditë që pasi keni ndërmarrë? Kemi qenë dje në mbledhjen e kryesisë. Jo, a jeni takuar tet-a-tet kam fjalën? Jo, nuk kam pasur. Pa ai tha nuk më ka takuar zoti Saliani siç më takoi Ilir Ali Mehmeti. Po pra, dhe unë po them të njëjtën gjë që kur të kem, po themi kur të jem në momentin që do të kem diçka për të diskutuar në raport me një dokument që do të kem, do të diskutoj ato në forume. Në këto momente nuk kemi pasur, po themi, arsye për t'u takuar. Pra ka qenë kryesia ku kemi diskutuar dhe kemi biseduar gjatë, 4 orë gjysmë dje. Po më përpara ju kishit bërë bisedë me zotin Berisha, ja kishin shpesh e ka thënë, të lutem se bisedat private domethënë në kuptimin që nuk kanë qenë publike, po e ka thënë vetë zoti Berisha, kemi qenë komunikim të vazhdueshëm, kam folur shpesh dhe kemi diskutuar shpesh për gjitha këto që edhe po i them tani. Ndërkohë, zoti Saliani, ju në këtë turin që keni ndërmarrë, keni bërë në Durrës dhe në Gjirokastër, deri në datën 22 do ta vazhdoni? Unë do të vazhdoj të bëj takime me demokratët në çdo moment, në çdo kohë. Kur e keni agjendën në takimin më të afërt? Do të bënd që këtë javë, pra pasi të mbaroj, po themi, telefonatën edhe bisedën me ju, do të diskutoj për takimin që mund të jetë nesër ose pas nesër. Ku, në cilin qytet? Besoj në Elbasan. Në Elbasan. Aty e pas këtë fort aty në Elbasan. Çdo takim unë mendoj që takimi dhe me demokratë është i fortë për mua, se unë e vlerësoj kontributin e njerëzve që janë përballë. Zoti Saliani, ju e kishit të mirë në Durrës, po më të mirë në Gjirokastër dhe besoj tani kjo shtohet, besoj unë tani mund të jetë edhe takimi i Durrësit ishte jashtëzakonshëm dhe kishte njerëz jashtë, nuk është faji jon që nuk ka salla që ti nxen, po themi, demokratët që arriti dhe kjo ditë që të mos i zën sallat njerëzve. Çfarë për kjo ditë pa.
ju thoni dhe gjithë televizja bëni që të largoni Edi Ramën. Po mirë, zoti Saliani, si do largohet Edi Rama? Pse duhet largohet Edi Rama njëherë? Ai ishte mandatin e 4, vazhdon nga bon, çaj duhet as si prish punë fare, nuk vjen vështirësi. Pikërisht për këto duhet largohet Edi Rama, për shkak se është mandatin e 4, për shkak se 40% e popullsisë është larguar Shqipëria, për shkak se ka rritje taksash, për shkak se ka varfëri, për shkak se ka korrupsion. Po jo, pse ti ke vjen vështirësi nga ju fare? Po mirë, po flasim për arsyet, jo a jemi ne, a kemi pas ne mundësi që ta arrozojmë, se këtu dhe ne kemi bërë gabimet që i kemi thënë, edhe këtu dhe jemi një ditë në studio dhe ti ripërsërisim gjitha, po që Edi Rama duhet larguar një orën parë, për të mirën e Shqipërisë. Kjo është dëshirë, zoti Saliani, kjo nuk është kështu realitet. Kjo nuk është dëshirë, kjo është realitet objektiv, dhe objektivitet më të madh se sa të duash të largosh një kryeministër që është i zhytur kokë kam korrupsion dhe lidhje me krimin, unë nuk shoh, po ky është ndrymim. Si e vlerësoni ju dorëheqjen e zotit Gjekmarkaj? Nuk kam një qendrim publik për këtë, ka qenë një akt i jashtëm, ose po e u them shkurt sepse nuk du të hyj në emra, ja thash në fillim, po ju i dini vetë pyetjet. Unë e vlerësoj, po themi që është zotin Gjekmarkaj, unë e kam mik, është një prej personaliteteve më të rëndësishme që ka Partia Demokratike, intelektuale, është fitues si drejtues politik i qarkut Lezhës dhe ka mbajtur një qendrim më shumë se sa dinjitos në këndvështrimin tim në mbledhjen e kryesisë. Kështu që kaq ditë të them për këtë rast. Pse duket edhe njëri i kthehem kësaj që pse duket sikur sepse zoti Noga thotë që zoti Saliani po bën gjithë punën e atë që kërkon Edi Rama. Edi Rama kërkon status quo dhe nuk, ju lutem, do më falni që nuk përgjigjem për asnjë emër sepse du ta mbaj tek parimet. E di që vëmendja edhe publikut edhe juaja do që të jetë tek emrat. Unë për Edi Ramës kam marrë vetëm kosto, kam përfunduar në burg për shkak të urdhrit të Edi Ramës dhe ndërkohë një gjë besoj që e kupton cili do qytetar. Ajo do të thënë gjë zoti Saliani se edhe Fatosnano bëri 4 vjet burg e pastaj u përqafua me Berishën, ë? Po pra dhe mundi Berishën, kështu që në zgjedhjet kur apo doli bëri atë që bëri, se nuk ka rëndësi. Po jo, mundi ai Berishën, po edhe Berisha pastaj 2005 e mundi atë, ë? Okej, doni përgjigje apo? Po dua përgjigje, po një çik shumë më konkret se të gjithë këta që tha që kanë bërë një lëvizje fisin me emra. Po e mbaj me shumë vështirësi kaq gjatë, dakordsuam që do ishte shumë më shkurt. Dhe jo me çdo emër të mundshëm, po ju jeni në drejtën tuaj prapë të bëni këtë, pavarësisht se jam kushtet edhe të nxitimit për shkak të agjendës, edhe po flas shkurt edhe në kushte të vështira teknike, po ju them që unë nuk besoj që ata që humbin përballë Edi Ramës janë më të mirë se sa unë që fitoj përballë Edi Ramës. Kjo është përgjigjja që kam. Tani për ta mbyllur se e kuptoj që edhe nga ana teknike këtu ke drejt dhe nuk kam çfarë të them, po. Pra 10-15 minuta kemi gjysore po. Jo 10-15 minuta, jo lutem, than deri në 30. Tani e fundit fare, zoti Saliani, kur do ta quani ju fituese këtë lëvizje që keni ndërmarrë? Çfarë mendoni ju që lëvizja juaj po e arriti qëllimin? Kur të ripërtërihet Partia Demokratike dhe të bëhet e gatshme për të qenë fituese. Pra ky është qëllimi. Kur të arrim ti qëllimi, do ta themi, do besoj që ne do flasim prapë, do diskutojmë prapë apo jo. Jo, unë tani nuk do të lëra aty, do të them që më thuaj datën kur do jesh këtu në studio, se aty na makina e morën vesh tani. Do jem shumë shpejt edhe flasim për gjitha aty. Kështu që po me një premtim që do flasësh me emra, jo me kështu në prill do shikohemi. Edhe me emra, unë nuk është se kam asnjë problem për të folur me emra. Zoti Saliani, të falenderoj për intervistën në kushtet më të vështira që unë mund të kem marrë një intervistë në karrierën time prej 30 vjetësh. Prapë, kështu që të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit, ishim në intervistë me zotin Ervin Saliani, antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Ne do kemi për ta mbyllur do kemi një publicitet dhe falenderojmë Institucionin Monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Bashkë mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me Manigram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me Manigram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me Manigram në aplikacionin e reja.